Drejtoria vendore e policisë Shkodër bën me dije se gjatë muajit maj janë arrestuar 6 drejtues mjetësh dhe janë proceduar penalisht 12 të tjerë për veprat penale, drejtimi i mjeteve në mënyrë të parregullt dhe shkelja e rregullave të qarkullimit rrugor, si dhe janë vendosur gjithsej 4997 masa administrative për shkelje të ndryshme të kodit rrugor, konkretisht 307 masa për mosvënien e rripit të sigurimit, 182 masa për mosvënien e kaskës mbrojtëse, 58 masa për përdorimin e celularit gjatë drejtimit të mjetit, 55 masa për drejtim mjetit nën efektin e alkoolit, 45 masa për xhama të errësuar, 509 masa për parakalime të gabuara, 1857 masa për ndalim apo qëndrim të gabuar, 228 masa për mosvënie për parësie këmbësorve dhe 1756 masa për shkelje të tjera të kodit rrugor. Policia rrugore njofton se kontrollet do të vijojnë në të gjitha akset rrugore urbane, interurbane dhe rurale, duke përdorur të gjitha mjetet bashkëkohore logjistike me qëllim përmbushjen e parametrave të sigurisë rrugore. Gjithashtu, policia rrugore e Shkodrës apelon për të gjithë drejtuesit e mjeteve që të zbatojnë me rigorozitet rregullat e qarkullimit rrugor, të mos kryejnë parakalime të gabuara, të mos përdorin celularin gjatë drejtimit të mjetit dhe të mos drejtojnë mjetin nën efektin e alkoolit apo në gjendje të dehur.